Betimi për të flijuar një birë. Nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Abdul Mutalibi respektohej nga Kurejshet për bujarin, besueshmërinë dhe urtinë e tij. Ai ishte gjithashtu një burr shumë i pashëm, e me një prani më së imponuese. Pasuria e tij ishte arsye shtesë përse duhet ta konsideronte vetëm më fat. Dhe tani të gjitha këto u kryerëzuan me nderin e të qenit instrumenti i zgjedhur, nëpërmjet të cilit kishte rigufuar Zemzemi. Ai ishte thellësisht mirënjohës Zotit për këto bekime, por shpirtin e trazonin akoma mendimet për çastin kur I kishin thënë të resht së gërmuari e kur gjithçka ishte dukur se varej në peshore. Gjithçka kishte shkuar mirë, lavdi Zotit, por kur më parë se kishte ndjerë ai kaq mpret varfërinë, se till I dukej, e të paturit vetëm një djalë. Kushëriri I tij Umeja, për shembull, kryetari I klanit të Abdu Shemsit, ishte bekuar me shumë bij, dhe sikur gërmuesi të kishte qenë Mugira, prijesi I mahzumeve. Bijt e tij do të kishin bërë një rreth të madh e të fortë për qark tij, por vet ai ndonë se kishte më se një grua, kishte veç një djalë për ta mbështetur. Ai tashmë ishte gjysmë I dorëzuar ndaj kësaj, por Zoti që I kishte dhënë Zemzemin mund ta shtonte dhe në aspekte të tjera, dhe inkurajuar nga dera që I kishte bërë, ai u lut Zotit t'i jepte bij të tjerë, duke shtuar lutjes betimin që nëse ai e bekonte me 10 djem e I linte të arinin burrërimin, ai do ta flionte njërin prej tyre në çape. Lutja e tij u dëgjua. Vitet kaluan dhe atij I linde 9 djem. Kur ishte betuar, ai dukej se I ishte referuar një mundësi shumë të largët, por erdhi koha kur të gjithë bijt e tij u rritën, përveç më të riut, Abdullahut, dhe betimi I tij nisi t'ja kaplonte mendimet. Ai krenohej me të gjithë djemt, por nuk I kishte dashur kur një lloj, dhe atij I ishte bërë e qartë me kohë se Abdullahun e donte më shumë. Ndofta Zoti preferonte pikërisht këtë birë, të cilin e kishte dhuntisur me bukuritë e spikatur dhe mbaste zgjidhte atë për flijim. Sido që të bëhej, Abdul Mutalibi ishte burr I fjalës. Ideja e shkeljes së betimit as që I shkonte ndërmend. Ai ishte dhe njeri I drejtë, me ndjesi të thellë përgjegjësie, që donte të thoshte se ai e dinte se cilat përgjegjësi duheshin shmangur. Ai nuk do ta ngarkonte vetëm me barën e vendimit të cilit bir duhej flijuar. Kështu, kur Abdullahu nuk konsideroi dot me thjesht djalosh, ai mblodhi të 10 bijt, u tregoi për paktin me Zotin dhe u bëri thirrje ta ndihmonin në mbajtjen e fjalës. Ata nuk kishin zgjidhje tjetër përveç se të pajtoheshin. Betimi I babait ishte betimi I tyre, kështu që e pyetën se ç'duhet të bënin. Ai u tha që secili të bënte shenjën e vet mbi një shigjet. Ndërkaq, ai kishte quar fjalë shorthedhësit, zyrtar me shigjetat e Kurejshëve, duke kërkuar të ishte I pranishëm në Qabe. Atëherë I mori të bijt në harem dhe I udhëhoqi për të shtëpia e shenjtë, ku I tregoi shorthedhësit për betimin e tij. Secili bir nxori shigjetën e vet dhe Abdul Mutalibi zuri vend pranë Hubelit. Zori një thikë të madhe që kishte marrë me vete dhe ju lut Zotit. Shorti u hodh dhe ra shigjeta e Abdullahut. I ati e mori për dore dhe me thikën në dorën tjetër e çoi drejt derës, me synim që të nisej drejt e të vendi I kurbanit. Thuaj se druhej se mos I jepte vetes kohë për të menduar. Por ai, si kishte llogaritur gratë e shtëpisë dhe sidomos nënën e Abdullahut, Fatimen, bashkëshortet e tjera ishin nga fiset e largëta
dhe kishin relativisht pak ndikim në Mekë. Por Fatimja ishte grua Kurejshe e fisit të fuqishëm të Mahzumëve, ndërsa nga ana e nënës rrinte nga Abdi, njëri nga bijtë e Kusejit. E gjithë familja saj ishin pranë një thirrje larg, të gatshëm për ta ndihmuar, po të nevojitej. 3 nga 10 djemt ishin të sajet, Zubejri, Ebu Talibi e Abdullahu. Ajo ishte edhe nëna e 5 bijave të Abdul Mutalibit, të cilat ishin të përkushtuara ndaj vëllezërve të tyre. Këto gra nuk ishin ndenjur duar kryq, dhe të tjerat kishin kërkuar ndihmën e Fatimës, nisur nga rreziku që vari mbi kokat e të 10 bijve, njëri prej të cilave ishte zotëruesi i shigjetës së flijimit. Kur shigjetat po hidheshin, një turmë e madhe ishte mbledhur tashmë te kubori i haremit. Kur Abdul Mutalibi dhe Abdullahu u shfaqën në pragun e Qabes, të dy të zbe si vdekja. Një murmurim u ngrit nga Mazumët, që kuptuan se viktima synuar ishte një nga bijtë e motrës së tyre. "Ç'ne ajo thik?" thiri dikush, dhe të tjerët e përsëritën pyetjen. Donë se të gjithë e dinin përgjigjen. Abdul Mutalibi nisi të tregonte për betimin e tij, por u ndërpre nga Mugira, prijesi i Mazumëve. "Nuk do ta flijosh atë, por bëj kurban në vend të tij, e sikur ta keq pagimin, sa tër pasuria e bijeve të Mazumit do ta shlyejmë." Tashmë vëllezërit e Abdullahut kishin dalë nga shtëpia e shenjtë. Asnjëri prej tyre nuk ishte folur, por tani u kthyen nga jati e ju lutën ta linin vëllain e tyre të jetonte, duke ofruar fli shlyetës. Nuk pati të pranishëm që nuk mori anin e tyre, dhe Abdul Mutalibi dëshironte me ëndje të bindej, por ishte njeri plot skrupuj. Megjithatë, në fund ai u pajtua të këshillohej me një grua të urtë në Jethrib, e cila do mund t'i tregonte a ishte shlyrja e mundur në këtë rast, dhe nëse po, ç'formë duhet të kishte. Duke marrur me vete Abdullahun, ose një ose 2 bijtë të tjerë, Abdul Mutalibi shkoi në vendlindje për të mësuar se ajo grua kishte shkuar në Hajber, një vendbanim i pasur qifut në një lugim pjellore, dhe kur e gjetën ja treguan faktet, ajo premtoi të këshillohej me shpirtin e saj familjar, duke u kërkuar të ktheheshin të nesërmen. Abdul Mutalibi ju lut Zotit dhe mëngjesin tjetër gruaja tha: "Më ka ardhur fjalë, sa është pagimi i gjakut të ju?" Ata u gjegjen se ishte 10 deve. "Ktheuni në vendin tuaj." Ajo tha: "Dhe vendosni njeriun tuaj e 10 deve karshi dhe hidhni short mes tyre. Nëse shigjeta bie të njeriu juaj, shtoni deve të tjera e hidhni short sërish, dhe nëse nevojitet, shtoni deve të tjera, gjersa Zoti juaj t'i pranoj e shigjeta t'u bjerë atyre. Pastaj flijojni devet dhe lërni njeriun të jetoj." Ata u kthyen me një frym në Mekë dhe quan solemnisht Abdullahun e 10 deve në oborin e Qabes. Abdul Mutalibi u fut në shtëpinë e shenjtë dhe bri Hubelit, ju lut Zotit t'u pranonte atë që po bënin. Atëherë hodhen short e shigjeta i Abdullahut. U shtuan 10 deve, po shigjeta sërish tregoi se devet duhet të jetonin dhe njeriu të vdiste. Ata vazhduan të shtonin deve nga 10 çdo radhë dhe të hidhnin short me të njëjtin rezultat, gjersa numri i deveve arriti 100. Vetëm atëherë shigjeta u ra atyre. Por Abdul Mutalibi ishte jashtëzakonisht i skrupullt. Për të, dëshmia e një shigjete nuk mjaftonte për të vendosur një çështje aq të madhe.
A i ngulmoj që të hidhnin short, për së dyti dhe së treti. Gjë që ata e bën dhe çdo herë që gjeta ura deveve. Më në fund, a i ishte i sigurt se Zoti ja kishte pranuar shlyerjen dhe devet u fliuan në vend.